Tre mënyra super të lehta për të eliminuar erën e keqe të këpucëve. Era e pakëndshme e këpucëve është diçka e vërtet dhe e keqe që bezdis çdo. Zot na fal nëse shkoni në shtëpinë e ndonjë miku dhe ai ju lutet të nxjerrë këpucët tuaja jashtë. Shumë faktorë mund të shkaktojnë erën e pakëndshme të këpucëve, një ndër to është edhe lagështia ose prania e bakterieve në çdo ambient. Për të pasur gjithmonë në kontroll këtë situatë, mjafton të ndiqni këto tre hapa fare të thjeshtë dhe pa shpenzime. Soda e bukës. Keni dëgjuar për mbajtjen e sodës në frigorifer ose jo? Është thuajse e njëjta gjë edhe me këpucët. Spërkasni sodë buke për pak sekonda dhe e lini gjatë gjithë natës. Me më pas i vishni këpucët pa aromë të keqe në mëngjes. Mbeturinat prej letre zakonisht janë materiale që përdoren për të bllokuar hapësirat e dyerve, por nëse i përdorni në këpucë do të largoni erën e keqe. Akulli, futini këpucën në një qese të errët dhe i fusni në frigorifer. Temperatura e ulët do të vrasë bakteritë.